Në skenar ke shtu shumë momente tua, shumë gres mrena shfaqes ka pas. Se unë me më pytë mu, ke në gjyrë e mirë që i ka dhonë shfaqes dhe skenarit. Sa të kanë përkra kolegë? Më kanë përkra kolegë, po normal, disa të tjerë, nështë ta shtentojnë me thonë, jo bre, sepse kjo e, nështë ta shumë komerciale, ade nështë ta shumë limonad, po normal publiku ka nevoj edhe për limonadat të tila, edhe pse kjo e jona nuk është limonad, ta garantoj, po ka nevoj për këto melmesat vogla që me shty publikun me qesh. Po, në ndërkohë, po besoj që përveç kësaj shfaqe, në teatr kene edhe plane tjera, po? Po, fatmirësisht e fatkeqësisht nuk e di, po teatri po hynë renovim, edhe 2 javë teatri hynë renovim, edhe po është një sallë alternative tjetër me të cilën kemi me punu, po ajo nuk ka hapësirë për shfaqe të mëdha, shfaqe të vogla me nga 5-6 aktor kështu, edhe besoj po që ka me pas projekte tjera, tash janë tu bardh veç robat në sallën alternative, edhe teatri veç hynë renovim, po shumë mirë që hynë, sepse ka nevoj, sepse është mati ai teatr, ka nevoj me hynë renovim edhe me u kriju diçka edhe ma e bukur për neve. Sidomos për një ekip që punojnë ka shumë, se cila shfaqe është më mirë se tjetra, edhe Teatri Adriana është gjithoherë aktiv. Gjithmonë. Po, gjithmonë ka qenë aktiv Teatri Adriana me shfaqe, me regjisorë të ndryshëm që kanë ardhur në Teatrin e Ferizajt, po, ka qenë aktiv. Kështu që e meriton një renovim dhe një... Po, dukje pak ma të bukur, po. Një përshtatje me ekipin, sepse ekipa është shumë e mirë. Për me ekipin e keni shumë mirë, krejt aktorët, kolegë të cilet edhe sa arvi, përveç që janë shumë të ofert me publikun jashta sallës, janë edhe shumë profesional për balë publikut, kur dalin në skenë, kështu që është një punë e madhe që bëhet në teatr. E vërtet edhe janë shumë të bashku me zvete. Unë e kom dëgju që në për teatrët e tjera ka shumë gricje, ka shumë... Edhe të na nuk është s'ka, po thjesht menagjohen shumë ma mire dhe janë shumë ma kaluse dhe janë shumë ma të ofert.